Në vijim të negociatave për koordinimin opozitar, Partia Mundësia ka propozuar Ermal Hasimian si një emër të paanshëm dhe të paparur për të përfaqësuar të gjithë opozitën. Hasimia është politolog i përfshirë në politikë aktive dhe ka qenë pjesë e Komitetit të Orientimit të Politikave në fushatën e vitit 2005 që solli Partinë Demokratike në pushtet. Ai njihet për qëndrimet e tij kritike dhe për të angazhuar në debatet politike mbi zhvillimet politike. Një tjetër emër që është diskutuar është Edlira Çepani, bashkëshortja e kandidatit Partisë Demokratike në primare dhe ish deputeti Gerti Bogdani. Çepani ka një profil aktiv në promovimin e të drejtave të grave dhe barazisë gjinore, duke marrë pjesë në nisme të shumta për fuqizimin e gruas në politik. Pjesë e bisedimeve është bërë edhe Florian Haçkaj, pedagog dhe aktivist për të drejtat e votës, sidomos për diasporën shqiptare. Ai është bashkëthemelues i nismës Diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe ka qenë aktiv në sfida ligjore dhe institucionale, duke përfshirë një padi në gjykatën kushtetuese mbi të drejtën e pasaportës. Me formimin profesional në Zvicër dhe Gjermani, Haçkaj ka kontribuar edhe në fusha të tjera si teknologji, turizëm dhe menaxhim. Këtë mërkur, Partia Demokratike pati dhe një takim me përfaqësues së Partisë Mundësia. Pas takimit, deputeti Kapri tha se është propozuar një emër, por pa e dhënë atë, pasi sipas tij, më shumë se emri ka rëndësi profili i kandidatit. Nuk është rëndësishme emri, më besoni, është shumë rëndësishme ky parim. Dhe ne jemi shumë të lumtur që Partia Demokratike është afër këtij parimi. Pra që janë dakord që të respektohet propozimi jon që një kandidat mbi jashtë partive politike, mbi palët të unifikojë opozitën në garën për Tiranë. Belind Klliçi dhe Ilir Ali Mehmeti thanë se shumë shpejt opozita do dalë me emrin e kandidatit të saj, ndërsa fryma është pozitive mes partive opozitare për të qenë bashkë. Kemi diskutuar emrat përvetshëm, kemi rakorduar për sa i përket, po e them edhe një herë, profilit që do duhet kemi bashkarisht për një kandidat apo kandidate. Ne do të shqyrtojmë çdo emër, çdo propozim që vjen me vetmin qëllim maksimalizimin e votave dhe mbështetjes për kandidaturën që do të dalë në emër të opozitës bashkëpunëtare. Burimet nga Partia Demokratike bëjnë me dije se pavarësisht se disa emra janë diskutuar, ende nuk ka vendime konkrete për përfaqësimin final. Negociatat pritet të vazhdojnë me qëllim të arritjes së një konsensusi mes forcave opozitare para hapave të mëtejshëm politik. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti një fjalim të fuqishëm